Liri Berisha ka qëndruar gjithmonë në hije për sa i përket pjesëmarrjes së saj në politikë, por një gjë është e sigurt, që ajo e ka suportuar gjithmonë bashkëshortin e saj, Sali Berisha, në karrierën e tij politike. Duke qenë një emër i njohur në media, sigurisht interesi për jetën private të bashkëshortes së liderit demokrat është i madh. Fillimisht për të ka folur Nexhmia Hoxha në vitin 1994, e cila tha: "Kur më propozua emri i Berishës për të qenë doktori i Enverit, ajo i kërkoi shërbime sekret dosin e tij. Nexhmia u shpreh se shërbime sekrete kishin të dhëna se të afërmit me origjinë serbe të zonjës Berisha ishin teje të lidhur me shërbimet jugoslave, ndaj dhe ky element e pengoi asaj kohe Berishën për të qenë doktori i Enver Hoxhës. Por pas kësaj deklarate, një varg ndryshimesh ndodhen. Në certifikatën e lindjes së zonjës Berisha, ajo ka shënuar emrin e të ëmës Milika, kur në fakt mamaja e saj e ka emrin Milica. Vëllai i Liri Berishës nuk e ka ndryshuar emrin e mamas, kurse ajo po. Është folur gjatë për origjinën serbo-malazeze të gruas së ish kryeministit shqiptar, por një detaj i ri është zbuluar nga media së fundmi. Emri i Liri Berishës ka qenë Slobodanka, por më pas ajo e ka ndryshuar dhe është quajtur Liri. Familjarët e saj i janë pyetur se pse nuk e ka mbajtur emrin Slobodanka, por e ka kthyer në Liri, dhe ato kanë sqaruar se Slobodanka në shqip përkthehet Liri. Kjo ka qenë dhe arsyeja se pse më pas ajo vendosi të mbajë emrin Liri.